Zoti Bushati, në lidhje, besoj më shkruajnë që e kemi, mirë mbrëma, faleminderit shumë. Ore, ti duket si te njëjti vend si një vit më parë. Vete te njëjti vend. Jo, ndryshëm. Ore, ndoshtë s'pojo, po unë e kam këtë... Me të njëjtën koherencë si para një viti. E pra, po pra, është e qartë me qartë, po është duket që është një. Koherenca është e njëjta dhe kur vendi ndryshon. Pa, e qartë. Atere, na keni ndjekur këto minuta? Po, me shumë vëmendje. Atere, rreth këtyre që thamë. Me shumë vëmendje ju kam ndjekur, por kur je jashtë e vë vete në syrin e publikut dhe nga jo që po vëre duket sikur po bëni një proces para proces, një gjyq para gjyqi. E këte është një gabim ky... Me thash që nuk duhet ta bëjmë të gabim, fakt. Për shembull, ajo që vura re unë deri tani nga biseda, tema kryesore këtyre ditëve është tema e Belinda Ballukut. Dhe këtu mor rasti Balluku Velia, Balluku Meta, Balluku Berisha, Balluku Beleri etj. Në fakt asnjë nga këto raste nuk ngjajnë për një gjë. Po në qoftë se këto bashkohen Bushat dhe bie gjykata kushtetuese vendos në favor të këtyre, bie Spaku. Jo, Spaku nuk bie. Pse? Po sepse prokurorit që veprojnë drejt duhet pranojnë që edhe mund t'i bie në akuzat. Nuk është në mëkat kur të bie akuza. Po nuk është kjo e rëndësishmja. E rëndësishmja është që të gjithë këto ornamente dhe Berisha dhe Meta dhe Velia na janë kthyer sot, sepse kryeministri pas 7 vjetësh reforme në drejtësi ka vendosur të bëhet pengesë e drejtësisë. Dhe ne po kërkojmë tani që të përënkasht. Për shembull, çfarë na thot kryeministri që është adresuar gjykatës kushtetuese? Ore po vjedhin kompetencat, thot. Ore po cënohet imuniteti i deputetit, thot. Ore njëri pushtet po ndërhyn ke tjetri, thot gjithashtu. Në fakt, kjo për mua është kërkosh që të përënkasht, sepse ky mund të jetë debat midis konstitucionalistësh. Po një qytetar i thjesht që na ndjek thot, ore, jo zonja Balluku, s'ka rëndësi, ajo është e pafajshme. Kur një ministër vjet, çfarë duhet bëj? Duhet të ndrojnë detyrë. Se këtu po quhet grusht shteti, kur pezullohet një njeri i cili të shohet se ka vjedhur, cilit i kemi parë dhe lexuar mesazhet që bën nga fillimi në fund një tender. Dhe ne këtu hym tani, mos po i prishin Ramës qeverinë ta, po si mo ta lën qeverinë e Ramës të vjedhi. Pra ju duke thënë Bushat... Një sekond, kemi precedent, kemi Ilir Metën e zë dhe figurë që gjykata tha që s'është provë e vërtet. Ne pam Ilir Metën, apo jo? Gjykata foli atëherë dhe ne e pranuam gjithë, ne e pam Ilir Metën, e besuam që ishte ashtu, po në fund fare besuam. Gjykata tha kundërt. Si t'ja bëjmë? Po masa të lidhet me Si t'ja bëjmë me zero për masën, jo, nuk po flasim për masën, po flasim për para gjykimin, pra. Bushati thot që si bëjmë gjyqin dhe bëjmë gjyqin ndërkohë. Ta mbarojmë dhe këtë. Do me thënë, po mërë po pranë, e thash dhe unë, Belinda Balluku mundet që vllai, komshiu i dashurit ja ke shkruajt ai ato mesazhe dhe ato nesër mund mos jenë prova fare. Po këtu nuk po diskutohet janë prova apo s'janë prova. Këtu asnjëri nuk thot Belinda Balluku nuk e ka manipuluar një tender. Këtu po na thonë duke pezulluar një njeri që prezumohet si ai dut, ne po bëjmë grushteti. Duke pezulluar një njeri që ka vjedhur duke shfrytzuar zyrën, ne po i vjedhim kompetencat kryeministrit. Po të bënim një debat, a quhen prova këto të Ballukut? Ky ishte debati mirëseardhur, por me sa duket, edhe mbrojtësit e Ballukut, nga që din që është deri këtu, nuk e bëjnë debatin ka prova, s'ka prova, po e bëjnë debatin,
po na cënohet kushtetuta, jemi në put shteti. Për put shteti Po të njëjtin Bushat, po të njëjtin Njerë kur është jemi okay, po të njëjtin dhe njerë tjetër kur është vjedhur në bulevard. Këto dy herë kur nuk kam pasur asnjë justifikim tjetër, kanë shpik këtë. Por të njëjtat argumenta Bushat përdor dhe opozita. Spaku është bande organizuar, Dumani të ndrohet emrin mbi emrin e të gjitha, pra tani ti je duke thënë që me që i ngjet si shara në gosht dhe Edi Ramës bën një gjë si opozita, si gjithë politika shqiptare. Jo, nuk jemi ke e njëjta gjë. Pse? Pse jo? Për mua, e dëgjova ty në studio, për mua, Spaku që të ishte laboratorisht korrekt dhe të bënte një proces të pashar, duhet ta çonte për imunitet Belinda Balluku. Dhe pse thoni ju nuk e çoj? Çështja që ka zgjedhur për ta kapur veshin kështu, vjen se ka marrë mesazhin nga Edi Rama që unë Belindën nuk e dorëzoj. Unë Belindën nuk ja heq imunitetin dhe është detyruar të gjej këtë artificin me pezullim. Por tani debati nuk është si po vepron Spaku, që ne hajde i unë sa duash, por unë 90% jam kundra atyre që ka për Spaku. Problemi është ta lëm këtë gënjimin e publikut se po na shkelet kushtetuta, se po i rrëmbehen kompetencat Edi Ramës. Edi Rama në këtë vend ka kompetencë dhe mbi federatën e futbollit. Ore kanë shkuar të gjithë gjykata kushtetuese, edhe Berisha dije, por dhe këta tre sot kanë shkuar të gjithë gjykata kushtetuese, Bushat. Sepse do mbrojnë veten se cili do mbrohet, Bushat. Pa dyshim, dhe kur secili mbrohet, ne marrim rast pas rasti, ka të drejt filani mbi kauzën mbi cilën po mbrohet? Pra, në qoftë se Erion Veliaj, që për mua gjithashtu është një ajdut recidivist, njësoj si Balluku, mbrohet në gjykatën kushtetuese dhe thot, mua kryeministri nuk më shkarkon dot, kjo gjë a diskutim dhe kjo duhet gjykohet. Pra, varet për çfarë shkon. Edhe një pyetje, Bushat, ka patur shumë aludime, kishe edhe ti dyshimet e tua që te Balluku po hetohet sepse ka edhe ndryrje të huaj.